I've got some good news for you tonight. Kam lajme të mira për ju. If you will listen to this message Nëse do të dëgjoni këtë mesazh and you will take it to your heart, dhe do ta marrësh me zemrën tënde, it will help you more than about anything that's ever helped you. do t'ju ndihmoj më shumë se çdo gjë tjetër që ju ka ndihmuar. I'm very excited about this message tonight. Dhe jam shumë i gëzuar për këtë mesazh. Last week we had an introduction to this week's message. Javën e kaluar kishim si një hyrje për mesazhin e sotshëm. And week by week we'll be looking at many different things in this series. Dhe javë për javë do të shikojmë gjëra të ndryshme në këtë seri. And I really pray that you're as excited about this as I am. Dhe lutem që të jeni kaq të gëzuar sa që jam unë. All right, if you have your Bibles, Nëse keni Biblat tuaja, turn to the book of Colossians, chapter number 2. hapeni te libri Kolosianëve, kapitulli 2. And you can stay there just for a few moments Dhe mund të qëndroni aty për pak momente, because we're going to talk about some other things first. sepse do flasim për disa gjëra të tjera më përpara. We have a beautiful text tonight, Kemi një shkrim shumë të bukur and we have a beautiful Bible. dhe kemi një Bibël të bukur. And when we really think hard tonight, Dhe kur e vrasim mendjen pak sot, I want you to think about the thing that we truly need more than anything. dua që të mendoni për atë gjë që na duhet më shumë se çdo gjë tjetër. And I'm not talking about Jesus. Dhe nuk po flas për Jezusin, I'm talking about the thing that we need most in Christ. po flas për gjën që na duhet më shumë në Krisht. Now, when I thought of that question myself, Kur e mendova këtë pyetje vet, I thought of many things. mendova për shumë gjëra. I thought of many things in my life that I needed Mendova për shumë gjëra në jetën time të cilën më duheshin, or thought that I needed. ose mendova se më duheshin, But we could ask each person in here tonight what we need the most. por mund të pyesim se cilin person këtu çfarë ju duhet më shumë. And a lot of our answers would probably be different. Dhe përgjigjet tona do të ishin të ndryshme. But because of this flesh that we live in, Po për shkak të këtij mishit në cilin jetojmë neve, none of us would probably give this answer. asnjëri prej nesh do jepte këtë përgjigje. And that is victory over sin. Dhe kjo është fitoria mbi mëkatin. If there's anything that you and I struggle with, Nëse është ndonjë gjë që unë dhe ti kemi vështirësi, it is victory over sin. është fitoria mbi mëkatin. Sin defeats us. Mëkati na mposht, Sin destroys us. mëkati na shkatron And sin depresses us. dhe mëkati na mërzit. Our adversary, the devil, Kundërshtari jon, djalli, would want you destroyed by sin. do të deshte që ju të ishit të shkatruar prej mëkatit. The Bible says that Satan comes to steal Bibla thot që djalli vjen që të vjedh and to kill dhe të vras and to destroy. dhe të shkatroj. Let's watch what the Bible says here. Le të shikojmë se çfarë thot Bibla këtu. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Vjedhsi nuk vjen veçse për të vjedhur, e për të vrarë, e për të shkatruar. The thief, Vjedhsi, that is Satan himself. ky është djalli i vet. These are the very words of Christ. Këto janë fjalët e Krishtit. Satan is the thief. Djalli është vjedhsi. He wants your life. Ai do jetën tuaj, He wants your destruction. do shkatrimin tuaj And he wants your joy. dhe do gëzimin tuaj. He wants your peace. Do paqen tuaj And he wants your hope. dhe do shpresën tuaj. He wants to steal those things. Do t'i vjedhë këto gjëra And he wants to kill those things and you. dhe do t'i vrasi këto gjëra edhe ju gjithashtu. But I thank God tonight that that's not the end of the verse. Por falenderoj Zotin që ky nuk është fundi i vargut. It says at the end, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Unë kam ardhur që ata të kenë jetë e ta kenë atë më të bollshme. Jesus came so you and I could have life. Jezusi erdhi që unë dhe ti të kishim jetë. Not only to have life, Jo vetëm që të kemi jetë, but so we can have it more abundantly. por që ta kemi atë më të bollshme. Now, I thank God that I have life in Christ. Tani falenderoj Zotin që kam jetën në Krisht. Without Christ, there is no life. Pa Krishtin nuk ka jetë. There are a bunch of dead people walking around out there.
Ka njerëz të vdekur që ecin për jashta, That's a Bible truth. dhe kjo është e vërtet biblike. They are spiritually dead. Ata janë të vdekur shpirtërisht. And we're going to see more about that in a few minutes. Dhe do të shikojmë më shumë për këtë në disa minuta. But in Christ, you and I have life. Por në Krisht, unë dhe ti kemi jetë. You have life if you're saved. Keni jetë nëse jeni të shpëtuar. He came to die so that we could live. Ai erdhi që të vdes që ne mund të jetojmë. But the benefits of Christ never end. Por benefitet e Krishtit kur nuk mbarojnë. We not only live in Christ, Jo vetëm që jetojmë në Krisht, but we have life more abundantly. por e kemi jetën edhe më të bollshme. You and I are blessed in this life. Unë dhe ti jemi të bekuar në këtë jetë. Jesus came to save us, Jezusi erdhi që të na shpëtojë neve, and that's true. dhe kjo është e vërtetë. But he also came to bless your life abundantly. Por erdhi edhe që të bekojë jetën tënde në mënyrë të bollshme. This is not a prosperity gospel tonight. Kjo nuk është ungjill i pasurisë. This is true Bible truth. Kjo është e vërtet biblike. All right? We could testify, all of us tonight, Dhe mund t'i dëshmojmë të tërve of things that have happened in our lives për gjëra që kanë ndodhur në jetën tonë, that we cannot explain. që nuk mund t'i shpjegojmë. Whether you've been saved a long time or a short time, Që keni qenë të shpëtuar për një kohë të gjatë ose të shkurtër, we could each testify of the goodness of God secili prej nesh mund të dëshmojmë mirësinë e Zotit since we've been saved. deri kur jemi shpëtuar. We could testify of the goodness of God before we got saved Mund të dëshmojmë edhe mirësinë e Zotit para se të shpëtohesh, because God is good. sepse Zoti është i mirë. He always has been good, Ai gjithmonë ka qenë i mirë, even before you were saved. edhe para se ju të shpëtohesh. And He always will be good. Dhe ai gjithmonë do të jetë i mirë. And that is life more abundant. Dhe kjo është jeta më e bollshme. But only you and I can enjoy fully tonight Por vetëm unë dhe ti mund të ta shijojmë plotësisht the abundant life jetën e bollshme, if we have victory over our sin. nëse kemi fitore mbi mëkatin tonë. Jesus was talking to the Pharisees and He said this to them. Jezusi po fliste me farisejt edhe ju tha këtë. John chapter number 8. Gjoni kapitulli 8. He says, "Ye are of your father the devil, and the lusts of your father you do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it." Ju jeni nga ati juaj, djalli, dhe keni vullnet të bëni ëndjet e ati tuaj. Ai është një vrasës qysh nga fillimi dhe nuk qëndroi në të vërtetën, sepse në të nuk ka të vërtetë. Kur ai flet gënjeshtër, e flet nga vetvetja, sepse ai është gënjeshtar dhe ati I gënjeshtrit. He's the father of sin and lies. Ai është ati I mëkatit dhe I gënjeshtrave, And he's been a murderer from the beginning. dhe ka qenë një vrasës që nga fillimi. Adam and Eve, they lived in a perfect place Adami dhe Eva jetoan në një vend perfekt and a perfect time, dhe në një kohë perfekte, and with a perfect God to lead them. dhe me një Zot perfekt që mund t'i drejtonte ata. But then came Satan as a serpent Por atëherë erdhi djalli si një gjarpë, to kill and to destroy. që të vriste dhe të shkatronte. And death was born that day. Dhe vdekja lindi atë ditë. The Bible says this in Romans chapter number 5. Bibla thot këtë te Romakëve kapitulli 5. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Prandaj ashtu si me anë të një njeriu mëkati hyri në botë dhe vdekja me anë të mëkatit, dhe kështu vdekja kaloi te të gjithë njerëzit, se të gjithë kanë mëkatuar. That is talking about Adam falling in the garden to the tricks of the devil. Kjo po flet për Adamin I cili I ra për gënjeshtrën e djallit tek kopshti. The devil has been a murderer from the beginning. Djalli ka qenë një vrasës qysh nga fillimi. Because of sin, Për shkak të mëkatit, death has passed upon all of us vdekja ka kaluar te të gjithë njerëzit, because we're sinners. sepse jemi mëkatar. But Jesus came so that we could have life Por Jezusi erdhi që mund të kemi jetë and that we could have it more abundantly dhe që mund ta kemi më të bollshme and that we could have victory over sin. dhe që mund të kemi fitore mbi mëkatin. King David said this in Psalms 119. Breti David tha këtë te Psalmet 119. Thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. Fjalën tënde kam fshirë në zemrën time që të mos mëkatoj kundër teje. We must get in the word tonight Duhet t'i futemi fjalës and see what it says about sin so we can have victory over it.
dhe të shikojmë se çfarë thot për mëkatin, që të kemi fitore mbi mëkatin. And if you'll take these things tonight Dhe nëse do t'i merrni këto gjëra and you will hide them in your heart, dhe do t'i fshini në zemrën tuaj, you can have victory over any sin that you face. atëherë mund të keni fitore mbi çdo mëkat që përballni. I've already given you a lot, I know. Dhe e di që ju kam dhënë shumë, But let's look at our main text tonight. por le të shikojmë shkrimin kryesor. Colossians chapter number 2 Kolosianëve kapitulli 2 and starting in verse 13. dhe fillojmë të vargu 13. The Bible says, "And you, being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses." Dhe ju, duke qenë të vdekur në mëkatet tuaja dhe në parethprerjen e mishit tuaj, a ju ka ngjallur bashkë me të, duke ju afalur të gjitha shkeljet. Blotting out the handwriting of the ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. Duke resitur dorëshkrimin e urdhëresave që ishte kundër nesh, që ishte në kundërshtim me ne, duke hequr atë nga udha e duke e gozhduar në kryshin e tij. And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Dhe pasi plaçkiti principatat e pushtetet, ai bëri ata hapta as një shembull, duke triumfuar mbi ta në kryq. The victory over sin. Fitoria mbi mëkatin. That is our subject tonight. Kjo është tema për të mbrëmjen. During this series, it will not be the last time we talk about this. Gjatë kësaj seria nuk është hera e fundit që do flasim për këtë. Even now, by simply reading what we've read, Edhe tani duke lexuar atë që sapo lexuam, you can probably feel a sense of victory over sin. mund të ndjeni një fitore mbi mëkatin. The Lord is wonderful tonight. Zoti është I mrekullueshëm. Some important truths tonight that we must put in our hearts Disa të vërteta të rëndësishme të cilat duhet I vendosim në zemrën tonë, if we are ever going to have victory over sin. nëse ne duam që të kemi fitore mbi mëkatin. Some things that we must realize tonight. Disa gjëra që duhet t'i realizojmë. Number one, you are dead to sin. Ne jemi të vdekur ndaj mëkatit. Let's read verse 13 again. Le të lexojmë vargun 13. The Bible says, "In you, being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses." Dhe ju duke qenë të vdekur në mëkatet tuaja dhe në parethprerjen e mishit tuaj, a ju ka ngjallur bashkë me të, duke ju afalur të gjitha mëkatet. Did you see that tonight? A e pat këtë? We have to read this closely if we're going to understand it. A duhet ta lexojmë me kujdes nëse duam ta kuptojmë? You were dead in your sin. Ju ishit të vdekur në mëkatin tuaj. That's what the Bible says. Kjo është çfarë thot Bibla. You were walking around as a dead person each and every day of your life. Po ecni si një person I vdekur çdo ditë të jetës suaj. You looked like sin. Duke shit si mëkat, Some of us smelled like sin. dhe disa prej nesh kishim mëkat. You were dead in sin. Ishit të vdekur në mëkat. But then Jesus came. Por pastaj erdhi Jezusi And the Bible says that he quickened you, made you alive. dhe Bibla tha që ai u bëri të gjallë. The Bible says that when you got saved, Bibla thot që kur ju shpëtuat, just as I said to Christella earlier, kur I thash Kristelës më përpara, you became born again. ju lindët përsëri. The first time that you ever experienced true life Era e parë që ndjet jetë të vërtet, was when you bowed your head and trusted Christ as your Savior. ishte kur ulët kokën dhe besuat Krishtin si shpëtimtarin tuaj. All old things were passed away. Të tëra gjërat e vjetra kaluan All of that past of yours is dead. dhe ajo kaluara juaj është e vdekur. It's all gone. Është e tëra e kaluar. The Bible says in 2 Corinthians chapter 5, Bibla thot e 2 Korintasve kapitulli 5, "Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new." prandaj nëse një njeri është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë kaluar. Ja, të gjitha gjërat janë bërë të reja. Dead to sin Të vdekur ndaj mëkatit and new in Christ. dhe të ri në Krishtin. Born again.
të lindur përsëri. And now you are no longer dead in your sins. Dhe tani nuk jeni më të vdekur në mëkatin tuaj. Watch this closely. Dhe shikojeni me kujdes. You're not dead in your sins now. Tani nuk jeni të vdekur në mëkatin tuaj. Now you are dead to your sin. Tani jeni të vdekur mëkatit tuaj. Because everything is new. Sepse çdo gjë është e re. Don't carry around those dead things anymore. Mos I mbani më ato gjërat e vdekura. You've been made alive. Jeni bërë të gjallë. The next chapter in Colossians says this. Dhe kapitulli tjetër te Kolosianëve thotë të: Lie not one to another, seeing that you have put off the old man with his deeds. Mos e gënjeni njëri tjetrin duke parë se keni zhveshur njeriu e vjetër bashkë me veprimet e tij. And have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Dhe keni veshur njeriu e ri, I cili ripërtërihet në njohuri sipas shëmbullimit të atij që e krijoi. You keep that new man on. Mbani atë njeriu e ri të veshur. You put off that old. E zhveshet atë njeriu e vjetër. That verse is literally saying this. Ky vargu po thot këtë. When you got saved, Christ gave you a new man. Kur Krishti ju shpëtoi juve, ai ju dha një njeri të ri. And you put off the old. Dhe e hoqët atë të vjetrin. And you put on the new. Dhe veshet njeriu e ri. And now carry that new man. Dhe tani mbani këtë njeriu e ri. And let those dead things stay dead. Dhe lëri ato gjërat e vdekura të jenë të vdekur. Victory over sin. Fitoria mbi mëkatin. And the first thing we have to realize, Dhe gjëja e parë që duhet të kuptojmë, if we're going to have victory, nëse do të kemi fitore, is we have to stop trying to keep things alive that are dead. është që të ndalojmë së përpjekurit I bajmë ato gjërat e vdekura të gjallë. We are dead to our sin, Ne jemi të vdekur mëkatit ton, not dead in our sin. jo të vdekur në mëkatin. Next, we've been forgiven of sin. Tani ne jemi falur nga mëkati. I know it's a real hard sermon tonight. E di që është një predikim I vështirë. Verse 13. Vargu 13. It says, "In you being dead in your sins and the circumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses." Dhe ju duke qenë të vdekur në mëkatet tuaja dhe në parethprerjen e mishit tuaj, ai ju ka ngjallur bashkë me të, duke ju afalur të gjitha shkel. I'm thankful tonight that I'm no longer dead in my sin. Jam falenderues që nuk jam më I vdekur në mëkatin tim, But now I'm dead to sin and alive in Christ. por tani jam I vdekur mëkatit dhe jam I gjallë në Krishtin. Why? Pse? Because of the last phrase of our verse. Sepse për shkak të frazës së fundit të vargut, He has forgiven us. ai na ka falur neve. Let me show you something tonight, and I hope this helps you. Le t'ju tregoj diçka dhe shpresoj që t'ju ndihmoj. Watch this closely. Shikojeni me kujdes. When Christ went to the cross, Kur Krishti iku te kryqi, he took your sins. ai mori mëkatet tuaja. He took them all. I mori të tëra. Now watch what the Bible says here. Tani shikoni se çfarë thot Bibla. He forgave all of your trespasses. Duke ju afalur të gjitha shkeljet. Now you remember our study from last week Tani kujtoni studimin e javës kaluar. when we studied the word all? Kur studiuam fjalën të tëra. The word all in Hebrew means all. Fjala të tëra në hebraisht do të thotë të tëra. In Greek it means all. Në greqisht do të thotë të tëra. In Albanian it means all. Në shqip do të thotë të tëra. In Italian it means all. Në italisht do të thotë të tëra. In English it means all. Në anglisht do të thotë të tëra. All means all. Të tëra do të thotë të tëra. He took away all of our sin. Ai mori të tëra mëkatet tona He forgave it all. dhe I fali. Amen. Amen. Christ climbed up on the cross Krishti u ngjit te kryqi and he gave his life freely. dhe e dha jetën e tij falas. Now Christ is not bound by time like you and I are. Tani Krishti nuk është I lidhur prej kohës siç unë dhe ti jemi. Christ is eternal. Krishti është I përjetshëm. And in that 3 hours of darkness that he was on the cross, Dhe në ato 3 orë errësire në të cilën gjendej në kryq, he took the sin of the world. mori mëkatin e botës, Your sin and my sin. mëkatin tim dhe tënd. Well, you say, well, we weren't even born yet. Dhe mund thuash që atëherë s'ishim të gjallë. He took it all. Ai mori të tëra. Do you know what that means? E di se çfarë do të thotë? He went and knew the moment that you would be born.
Iku atje dhe dinte se kur do lindesh e ti, And he took all those sins dhe I mori të tëra ato mëkate, up unto the point that you would die. deri tek pika ku ju do të vdisni, And he gathered them all together dhe I mblodhi të tëra, and he put them on himself. e vuri te vetja e ti, Every sin until the day that you would lay in the grave. çdo mëkat deri në ditën në të cilën do të varroseni, He took every one of those things and put them on himself. ai mori të tëra ato dhe ja vuri vetes. And he climbed on the cross Dhe u ngjit te kryqi and he died for every sin. dhe vdiq për çdo mëkat. He didn't just go into the moment that you got saved. Jo vetëm që shkoj deri tek momenti që u shpëtuat, He followed you all the way through time and took every sin. ai u ndoshi në çdo moment të kohës dhe mori çdo mëkat. He put them on himself Dhe ja vuri vetes së tij and he forgave them all. dhe I fali të tëra. You've been forgiven tonight. Ju jeni falur këtë mbrëmje. Now there's some false preachers and teachers out there Tani mund të ketë disa predikues dhe mësues të rëm jashtë that will tell you now, oh, well, you can live the way you want to që mund t'i thonë mund të jetoni si të doni, because Christ has already forgiven you sepse Krishti ju ka falur and the Lord will forgive you. dhe Zoti do t'ju falë. Arnold was talking about some of those people tonight. Dhe Arnoldi po fliste për disa prej këtyre njerëzve sot, But a true born again child of God por një fëmijë I Perëndisë që është lindur përsëri, would not want to live in that way. kur nuk do të deshte që të jetonte në atë mënyrë. And anyone that can Dhe çdo njeri që mundet probably is not saved. nuk është I shpëtuar. Look what Paul said here in Romans chapter 6. Shikoni se çfarë thot Pali te Romakëve kapitulli 6. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Çfarë të themi atëherë? Të vazhdojmë në mëkat që të mushulloj hir? God forbid, how shall we that are dead to sin live any longer therein? Mos e dhënë Perëndia, ne që jemi të vdekur për sa I përket mëkatit, si do të jetojmë ende në të? What does he say here? Çfarë thot këtu ai? How shall we live in those things anymore? Si do të jetojmë më në këto gjëra? Listen to me tonight. Në dëgjoni me kujdes. Tonight you can leave here with victory in your heart Këtë mbrëmje mund të dilni me fitore në zemrën tuaj, because you've been forgiven. sepse jeni falur. You aren't chained to those sins anymore. Nuk jeni lidhur më me ato mëkatet. You've been forgiven. Jeni falur. Christ made you free. Krishti ju bëri të çliruar. The next thing we need to realize Dhe gjëja tjetër që duhet të kuptojmë, is that we had the debt of our sin canceled. ne kemi pasur atë borxhin e mëkatit të anulluar. Look at verse 14. Shikoni vargun 14. The Bible says, blotting out the handwriting of the ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. Duke rësitur dorëshkrimin e urdhëresave që ishte kundër nesh, që ishte në kundërshtim me ne, duke hequr atë nga udha e duke e gozhduar në kryqin e tij. Before we were saved, Përpara se të shpëtoheshim, we had a debt of sin. kishim një borxh mëkati. It was a greater debt than anyone could imagine. Ishte një borxh aq I madh sa që asnjë njeri mund ta imagjinonte. It was so great Ishte kaq I madh that there is no way that we could pay for it. që nuk ka asnjë mënyrë që ne mund ta paguanim vetë. Our sins were many. Mëkatet tona ishin të plota. In the Old Testament, Në Dhjetën e Vjetër, the law of God was given. ligji I Zotit u dha. That is what the Bible speaks about here. Kjo është se çfarë po flet Bibla këtu. When it talks about these ordinances that were handwritten, Kur po flet për këtë dorëshkrimin e urdhëresave, it's talking about the law of Moses, po flet për ligjin e Moiseut, which is the law of God që është ligji I Zotit, that he gave to Moses. që ja dha Mojsiut. Now, the law was given to show all people Tani ligji u dha që t'ju tregonte të tërë njerëzve that there's no way they could be good enough që nuk ishte asnjë mënyrë që mund të ishin kaq të mirë to pay for their own sins që të paguanin për mëkatin e tyre vetë, and to get to heaven without Jesus Christ. dhe që të arrinin parajsën pa Jezu Krisht. No one could ever live by the law fully. Asnjëri nuk mund ta plotësoj ligjin vet. It's impossible. Është e pamundur. There are over 600 laws written in the Old Testament. Ka 600 ligje që janë shkruar në Dhjetën e Vjetër. When you and I look at just the 10 commandments, Kur unë dhe ti thjesht shikojmë ato 10 urdhëresat e para, which are part of this law,
që janë pjesë e këtyre ligjeve, we've broken every one of them. ne kemi prishur të tëra këto. And that's just 10 of the 600. Dhe kjo është vetëm 10 nga 600. And you may say, well, I've never killed anybody. Dhe mund të thoni, po unë s'kam vrarë ndonjërin. And that's one of the commandments. Dhe kjo është një nga urdhëresat. But the Bible says if you've ever hated someone in your heart, Por Bibla thotë që nëse ke urryer dikën në zemrën tuaj, you're the same as a murderer. atëherë jeni njësoj si një vras. And all of us at one time Dhe të tërë ne në një kohë have looked at someone with hate in our heart. kemi parë dikë me urrëtie në zemrën tonë. The Bible says to honor your father and mother. Bibla thotë që të nderosh atin dhe maman. And as kids, we've disobeyed our parents before. Dhe si fëmijë kemi shkelur edhe atë ligj më përpara. Have you disobeyed your mama? Yes. Okay, all right. All right. We've all done that. Të tërë kemi bërë këtë. The Bible says in James 2:10, Bibla thotë te Jakobi 2:10, for whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. sepse kushdo që ta ruajë të tërë ligjin, por ama ta shkel në një pikë, ai është fajtor për të gjitha. I'm getting to the exciting part here, all Po right? shkoj te pjesa e emocionuar. If you break the law in one point, Nëse e shkelni ligjin në një pikë, you are as guilty as if you broke all 600 laws. jeni aq fajtor sikur të keni prishur të gjitha ato 600 ligje. What I'm trying to tell you tonight is this. Çfarë po përpiqem t'ju them është kjo. Your debt for your sin could not be paid by you. Borxhi juaj për mëkatin tuaj nuk mund të paguaj nga ju vetë. We could never be good enough to pay for that debt. Ne kur nuk mund të jemi kaq të mirë që ta paguajmë vetë këtë borxh. But that's why Christ gave the law, Por ja pse Krishti e dha ligjin, to drive us to Him. që të na drejtonte neve drejt atij. And Christ came to fulfill the law of God Dhe Krishti erdhi që të mbushte ligjin e Zotit, because He's the only one that could pay for the debt sepse ai ishte I vetmi që mund të paguante për mëkatet, because He was perfect and without sin. sepse ishte perfekt dhe pa mëkat. Only someone that was without debt Vetëm dikush ishte pa borxh could pay a debt that was that big. që mund të paguante një borxh aq të madh. Now look at verse 14 again. Tani shikoni vargun 14 përsëri. Blotting out the handwriting of the ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to the cross. Duke e resitur dorëshkrimin e urdhëresave që ishte kundër nesh, që ishte në kundërshtim me ne, duke hequr atë nga udha e duke e gozhduar në kryshin e tij. Bible says He took it out of the way. Bibla thot që ai e hoqi nga udha, Christ paid the debt. Krishti paguai borxhin. He did away with it. Ai e hoqi atë nga udha He fulfilled the law. dhe e përmbushi ligjin. And we don't live under the law anymore. Dhe nuk jetojmë mbi ligjet më, We live under grace. ne jetojmë nën hir. And that debt of sin left a big receipt. Dhe ky borxhi I mëkatit na dha një faturë të madhe. Now I want you to see this. Tani dua që të shikoni këtë. That debt of sin left a big receipt. Ai borxhi I mëkatit na la një faturë të madhe. Jesus took that receipt Jezusi ja mori këtë faturë and He paid for it. dhe e pagoi. And He nailed it to the cross Dhe e gozhdoi te kryqi. with a big stamp on it that said paid in full. Dhe me një shenjë të madhe që thoshte u pagua plotësisht. The debt of your sin was canceled Borxhi I mëkatit tuaj u anullua by a perfect Savior, nga një shpëtimtar I përsosur and it was nailed to the cross. dhe u gozhduar në kryq. I want you to watch this now. Dhe dua që të shikoni këtë. Lastly tonight, Së fundi, we have had victory declared over our sin. ne kemi pasur fitoren tonë të shpallur mbi mëkatin. Verse 15. Vargu 15. Now, verse 14, Tani vargu 14, you see what it ends with there? shikoni se me çfarë mbaron. It doesn't end with just a period. Nuk mbaron me një pikë, It means it continues. do të thotë që vazhdon. Now, I want you to watch verse 15. Tani dua që të shikoni vargun 15. And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Dhe pasi plaçkiti principatat e pushtetet, ai bëri ata haptas një shembull, duke triumfuar mbi ta në kryq. Christ defeated death, hell, and the grave. Krishti poshti vdekjen, ferin dhe varin. Now, I want you to picture this Dhe tonight. tani dua që ta portretizoni në mendjen tuaj. Christ on the cross defeated sin.
Krishti në kryq poshti mëkatin, and death dhe vdekjen, and hell dhe ferin, and the grave. dhe varin. He canceled the debt. Ai e anulloi borxhin It's gone. dhe ajo ka ikur. The world watched as he hung there on the cross. Bota shikonte kur ai u gozhdua te kryqi, But the world was not the only audience he had. por bota nuk ishte e vetmja audiencë që kishte ai. It was every principality in existence. Ishte çdo principat që ekzistonte, Every devil, çdo djall, every evil thing. çdo gjë e keqe. Satan himself watched our Savior on the cross. Djalli vet e pa shpëtimtarin ton te kryqi. Now let's read our verse again. Dhe lexojmë varkun përsëri. And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Dhe pasi plaçkiti principatat dhe pushtetet, I bëri ata hapta asnjë shembull, duke triumfuar mbi ta në kryq. Do you know what happened? E di se çfarë ndodhi? Jesus took the debt of our sin, Jezusi I mori borxhin e mëkatit and they watched him nail it to the cross. dhe e pan derisa ai e gozhdonte te kryqi. And he said, "Do you see what I'm doing here? Dhe tha, shikoni se çfarë po bëj? This is the sin that you put over their head, Ky është mëkati që vendosët mbi kokat e tyre and you try to destroy them dhe u përpoqët që t'i shkatronit ata and defeat them. dhe t'i mposht. And I'm taking that sin. Dhe tani e kam marrë këtë mëkat By the way, I've paid for it all." dhe e kam paguar të tërin. And he nailed it to the cross Dhe e gozhdoi te kryqi while they sat there and watched him do it. kur ata u ulën dhe e pan duke e bërë. Jesus was buried for 3 days and 3 nights. Jezusi u varos për 3 ditë dhe 3 net. Every principality watched as he lay in the grave. Çdo principat pa kur ai u varos They thought that they had won a great victory. dhe menduan që kishin një fitore të madhe. And then Jesus rose again by his own power. Dhe Jezusi u ngrit përsëri nëpërmjet fuqisë së tij. And when he did, Dhe kur e bëri, he got up holding the victory over sin u ngrit duke mbajtur fitoren mbi mëkat and death dhe vdekje and hell dhe fer and the grave. dhe vari. And he showed it to every devil. Dhe ja tregoi çdo djalli They thought that they had won, dhe menduan se kishin fituar, but Christ showed to them his triumph over them. por Krishti ju tregoi atyre triumfin e tij mbi ta. And tonight, Dhe sot we have a receipt of victory. kemi një faturë fitore. And the Bible says that it is written in our heart. Dhe Bibla thot që është shkruar në zemrën tonë. If you're saved tonight, Nëse jeni të shpëtuar. the Bible says in Ephesians chapter 6, Bibla thot te Efesianëve kapitulli 6, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. sepse ne nuk përleshemi kundër mishit e gjakut, por kundër principatave, kundër pushteteve, kundër sundimtare dhe të errësirës së kësaj bote, kundër ligësive frymërore në vende të larta. Anytime we battle against our sin, Çdo herë ne jemi përballur me mëkatin ton we are wrestling against these principalities. dhe ne po luftojmë kundër këtyre principatave. But we can reach deep into our hearts Por mund të arrijmë thellë në zemrat tona and we can show them that receipt of victory. dhe mund t'ju tregojmë ato faturën e fitores. And here's the receipt. Dhe kjo është fatura. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Tani pra nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus, të cilët nuk ecin sipas mishit, por sipas frymës. There's no condemnation. Nuk ka asnjë dënim, There's no more guilt. nuk ka asnjë faj. We can open up our heart, Ne mund të hapim zemrën tonë and there written inside of our heart dhe shkruar brenda saj is the receipt of victory. është fatura e fitores. And we can let the devil see inside, Dhe mund të lëm djallin ta shikojë atë brenda. and he'll see the same thing that Christ showed them on the day he was at the cross. Dhe do të shikojnë të njëjtën gjë që pan kur Krishti ishte në kryq Christ has already declared the victory. dhe Krishti e ka deklaruar fitoren. He's won the victory, Ai e ka fituar and he's fitoren written that victory in our hearts. dhe e ka shkruar këtë fitore në zemrat tona. So tonight when we leave here, Që këtë mbrëmje kur të dalim, we need to claim this victory over sin. duhet të marrim këtë fitore mbi mëkat. We have it written in our hearts already. Ne e kemi të shkruar në zemrat tona. And when we got saved, Kur u shpëtuam, Christ wrote it with his own hands. Krishti e shkruajti me duart e tij. And we can leave here knowing Dhe mund të dalim duke ditur there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk
not after the flesh, but after the Spirit. Tani pra nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus, të cilët nuk ecin sipas mishit, por sipas frymës. What a wonderful truth tonight. Çfarë e vërtet e mrekullueshme.